A e realizuam qëllimin e Ramazanit, shpërblimin dhe faljen? Aliu radiallahu anhu thonte, sikur ta kisha ditë, kujt është pranu adhuram, kujt i është pranu agjërimi, kujt është pranu kë muaj dhe shkoj t'ja uroj. Dhe sikur ta di kuj nuk është pranu kë muaj dhe shkoj ta ngushëlloj. Ana është pranu. Kjo është pyetje, do me thonë është pyetje shumë e rëndë, kjo është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Por ne duhet ta kuptojmë diçka. Ne si besimtar duhet që të vazhdojmë të jemi në adhurim. Dhe kjo është njëra prej dëshmive se Allahu subhanahu wa taala na ka pranuar neve këtë adhurim. Dhe kjo ndodh nëse ne e kuptojmë Ramazanin si fazë ngritje, jo si qëllim jetësor. Pse e them këtë? Kur ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njerëzit janë hutu, janë shqetësu, janë mërzit, derisa Omeri radiallahu anhu ka thonë kush thot se ka vdekur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thot une do ta mbys atë. Se ka besu, si mundet me thonë ti se ka vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Derisa del Abu Bekri dhe thot, o ju njerëz, kush e ka besu Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, ai ka vdek. Amo kush e ka besu Allahun, ai është i gjallë dhe nuk vdeskur. Andaj, ne, si musliman, mund ta krahasojmë këtë shembull me Ramazanin. Ai cili e adhuron Ramazanin, Ramazani shkon. Ama i cili adhuron Allahun subhanahu wa taala, Allah është i gjallë dhe nuk përfundon me përfundimin e Ramazanit. Dhe kjo është tepër më rëndësi. Unë i cili e adhuroj, falem, lutem, bëj dua gjatë Ramazanit, tamam, ku e kam problemin unë? Që nuk e adhuroj Allah subhanahu wa taala pas Ramazanit. Ku është problemi? Ai Zot i cili ishte gjatë Ramazanit, a nuk është i njëjti i cili është edhe pas Ramazanit? Ai Zot i cili e lut Ramazan, o Zot na bën kabul. O Zot, për ty agjerova, o Zot, për ty po bëj namaz, o Zot, për ty po lë haramin. Tamam, a nuk është ky Zot i cili është pas Ramazanit? Ku është problematika? Problematika është se ne duhet ta kuptojmë si pjesë e fazë ose një fazë gjatë udhëtimit ton për tek Allahu subhanahu wa taala, gjatë realizimit të qëllimit jetësor tonit. Dhe ta marrë një shembull praktik. Garat në vetura, ato formulat çka janë. Ndoshta të kara, mi ndjek. Se di se je sportist. E ki pa ato, bëjnë kruka, pastaj kur shkojnë, ndalen pit stop, apo? Po, pit stop. Se ndalen? Për mush. Mushet? Po. Për çka mushet? E ndron gomat, mbushet me, do me thonë, karburant, dhe çka ka se ende tjerat nevojshme dhe vazhdon rrugtimin. Tamam, a është e logjikshme? Vjen ai garusi, nalet pit stop, thot e kryva unë tash. Shumë shembull i bukur. Si keme fitu garen, Allah? A kupton? Si keme fitu garen? Okej, je mbush, full je tash. A më duhesh me garu? Edhe na, vina Ramazan, mushemi, i largojmë pengesat që e kena, buona servis, mbushesh me iman, këtë e kemë me vazhdu garën, deri sa të vishë në me thonë për të hy për zdyti. Kjo është shembull i Ramazanit. Ne nuk hymë në Ramazan, për që vetëm aty mu bëmë muslimanë dhe kur dalim me thonë, valla, shkoj Ramazani e u kryje dhe kjo me mu. Jo, ne duhet që të vazhdojmë. Ne duhet që qëndrojmë. Ne duhet që jemi mbush këtë muj, se adhurimi nuk është sezon, nuk jena në musliman sezonal. Allah subhanahu wa taala neve na ka kriju me qenë adhurues. Na ka kriju me jetu me adhurim. Adhurimi tek ne është sistemi jete. Namazit e onë është sistemi jete, agjerimit e onë është sistemi jete, ruajtja nga haramit e onë është sistemi jete. Kjo është si duhet me jetu. Allah subhanahu wa taala nuk e ka çu islamin vetëm për Ramazan. Shikoni, gjatë vitit, ktheju ti prapë se ke qenë, deri kur vjen Ramazani, atëherë mbylle. E valla tash, unë se pi alkoholin se Ramazan.
Amo kur kryet Ramazani, është që shka u kryu u lirum. Apo? Lirum, po. Jo, duhet jemi të kujdesshëm. Duhet jemi të kujdesshëm se ne, si besimtar, kena ardhë. Andaj, është interesant. Shejtani punon gjatë gjithë vitit. Është i prangosur në Ramazan. Si të kalon Ramazan, ai ty të pret. Ai ty të pret. Tamam. Ne kena një armik i cili na pret për jashta dhe ne dalim të armatosur, do me thonë të pajisur, mirë, për të ballafaqu këtë betejë me të, dalim për jashta, si del për jashta, e veç qeshon durt. Jasme. Ose çka? I thu, veç ta bën e shejtani, atë kom mbes, ti i thu mbes. E tamam. Ne kom dëgju para Ramazanit, tash Ramazan ti s'ke qenë, unë ju mba si musliman, tash kaloj Ramazani, ai vetë thot, a jem mbes, a jen ato, se kena qenë, si ma para kena qenë, ama veç Ramazan po ruhen. Pa nuk është në rregull. Nuk është rregull, nuk duhet besimtari tjetë, që besimtari duhet, me thonë, si thënë të bishëm një Harith, thot disa njerëz adhurojnë Allahun gjatë kuj, gjatë Ramazanit. Dhe kur, do me thonë, si të përfundon Ramazani, përfundojnë edhe ato. Sa njerëz këshien. Është problematike. Andaj, e ka përmend Allah subhanahu wa taala një rast shumë interesant në suretun Nahl. Thot dhe mos u bëni se ajo gruaja, flet për një gruan Mekë, e cila ka tjerë fije të leshit gjatë ditës, dhe kur e bën të mirë dhe e bën të fort atë, e prishte atë tjerin e vetë nga fillim. Prap shkon të nxerr. Ndërto, prish. Ndërto, prish. Mos bëna na shkruj fshi. Si thojnë ato bosnjakët, pishi brishi, ja? Shkruj fshi. Tamam, çka përfitojnë në fund? Shkruj gjatë Ramazanit, prishi këto veprat e mira pas Ramazanit. E merr Allahu subhanahu wa taala këtë shembullin e kësaj gruas, që tregojnë mufesirët e Kuranit, kjo ka qenë një grua e cila e ka pas emrin Rita ibn Amr ibn Sa'd. Nuk ka qenë stabile psikikisht. Mile të thuhet se ka shku te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë ja Rasulullah, ma lutë Allahun që me shnosh. I ka thonë nëse don e lutë Allahun, Allah shnosh, po nëse don bën, do me thonë bën sabër, e inshallah ke xhenetin. Ajo thotë do të bëj sabër ja Rasulullah. Tamam, mos bëhen edhe na kështu. Vjen Ramazani, bëjna vepra të mira. Vjen Ramazani, bëjna vepra të mira. Kalon Ramazani, i prishim këto vepra të mira e që dalim para Allahut subhanahu wa taala, ndërsa na kanë kaluar me vjetra Ramazane, ndërsa neve s'na kanë mbetur asgjë nga ai. Pra dëshmi se na shpranu Ramazani. Dëshmi se na Ramazanin e kena pas në rregull, është kush? Vazhdimi. Vazhdimi pas Ramazanit. Vazhdimi me pyet vetëm, ta shoh para Ramazanit, me bën një listë, i kam këto mangësi. Mangësi, po. I kam këto gjunahe. Duhet mi shtu që këto vepra të mira. Kryet Ramazani, edhe pastaj e merr e llogarit veten e vet e i thu, a kom ndryshuar të njënin? Ama pak, Milan pak, mbas Ramazan, jo me njëherë. Jo me njëherë. Edhe pse na si të kalon Ramazani, nesër Bajram, e mshelim Koranin, e shtim atje në shkaf, e mbulojmë atë me peshkir, pse mos mu plohunos, se derin takimin e radhës, a kupton vitin tjetër, Allah na përmirësoft. Kështu që njeriu Omeri radiallahu anhu tregoi një herë ka hyrë me një bafçe dhe ka qenë një prej sahabive, ka dëgjuar tu i fol vetes vet, ka thonë se Omeri ka qenë shembull në llogaritjen e vetvetes. Ka qenë i veçantë në llogaritjen e vetvetes. Edhe ecën me një vend i thot, o Omer, prisi muslimanëve, mashallah. Wallahi, thot kemi pas frikë Allahun ibn al-Khattab, o biri Khattab. Kemi pas frikë Allahun ose kam e dënu me zjarr xhenemit. S'mundesh ti mos me qenë nështruar ndaj Allahut subhanahu wa taala.